Ambasadori gjerman në Shqipëri Helmut Hoffmann dhe Ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi prezantuan në shkollën profesionale të ndërtimit Karl Gega projektin pilot për sistemin dual. Ambasadori Hoffmann theksoi se formimi profesional nuk mund të jetë i suksesshëm pa praktik dhe për këtë nevojitet edhe bashkëpunimi me bizneset. Formimi profesional kërkon edhe praktikën në biznese dhe është e rëndësishme që të ketë biznese të gatshme për këtë. Sistemi dual që funksionon në Gjermani është reklamuar shumë edhe Shqipëria tashmë është në fillim, por nisja me hapa të vegjël është përfundimi i sigurt. Aktualisht shoh me kënaqësi që të rinjt nuk po vrapojnë vetëm për në universitet, dhe kjo është pozitive pasi unë di që këtu ka student me juridik që punojnë në call center. Ministri i Mirëqenies Sociale deklaroi se tashmë nuk do të ketë kurse profesionale pa kërkesën e biznesit, në mënyrë që të rinjt pas shkollimit të gjejnë një punë. Arsimi profesional në Shqipëri mund të jetë suksesshëm vetëm nëse lidhja trekëndore, arsim profesional, komuniteti i biznesit dhe tregu i punës do të jenë të bashkërenduara. Ne nuk mund të kemi dhe s'do të kemi në qendrat tona të formimit profesional kurse të cilat nuk janë të mbështetura apo të certifikuara nga biznesi lokal. Sipërmarrjet gjermane në Shqipëri kanë ofruar që të realizojnë praktikën e 2 klasave profesionale, një të shkollës së ndërtimit Karl Gega dhe tjetra e shkollës së hotelëri turizmit.